Vuani nga pagjumësia, pini vetëm një filxhan nga kjo pije dhe do të flini si qingj. Gjumi i keq është i lidhur me probleme të shumta serioze siç janë sëmundjet e zemrës dhe diabeti. Trupi juaj është i nevojshëm që të ketë sasinë e mjaftueshme të gjumit, së paku 8 orë gjumë pa ndërprerje në mënyrë që të merrni edhe plotësimin e nevojshëm për të filluar aktivitetet ditën e ardhshme. Edhe pse ndoshta dëshironi të lexoni lajme në internet ose të shikoni disa episode të emisioneve tuaja të preferuara drejt për drejt para se të flini gjumë, drita e fuqishme mund t'ju mbajë zgjuar dhe kjo shprehi do ju vështirësoj të bëni një gjumë të shëndetshëm gjatë gjithë natës. Prandaj, shkyçja e televizorit dhe largimi nga kompjuteri ose telefoni një orë përpara se të shkoni në krevat është çelësi më i mirë i zgjidhjes së këtij problemi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pyesni se si të bëni gjumin e qetë gjatë natës për të marrë gjithashtu gjumin e duhur. Fatmirësisht, ekzistojnë receta natyrale për një gjumë më të mirë, të cilat shumica e njerëzve tashmë i kanë në kuzhinat e tyre. A është ilaç kripa e Himalajës? Kripa e Himalajës ka benefite të shumta shëndetësore, përmirëson funksionin e gjendrave mbiveshkore dhe ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Përmirëson funksionet tuaja të cilësisë të gjumit. Kjo krip në ngjyrë roz mund të ofrojë gjithashtu edhe lehtësime kundër rasteve të depresionit dhe të rregullojë gjithashtu nivelin e serotoninës në tru. Gjithashtu është treguar se kripa e Himalajës ndikon në rregullimin e melatoninës, e cila është domosdoshme për gjumin. E gjitha që ju duhet të bëni është të keni një kavanoz të përzieni, një lugë me mjalt organik dhe një lugë kafeje me krip Himalaje. Para se të shkoni në shtrat, vendosni një sasi të vogël të kësaj tretje në gjuhë. Herën tjetër, kur të keni probleme me gjumin, provojeni këtë recetë të thjeshtë. Dhe sipas Healthline është një mënyrë praktike e cila në kushte shtëpie mund t'ju japë një lehtësim më të mirë. Por ka edhe pije të tjera të cilat mund të ndihmojnë në cilësinë tuaj të gjumit duke evituar kështu rastet e pagjumësisë. Një prej tyre është edhe qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një produkt opsional shumë i mirë për të nxitur një gjumë të mirë, të thellë dhe komod gjatë natës. Ai përmban gjithashtu nivele të mira të tripofanit, të cilat do të rrisin nivelin e serotoninës në tru, një substancë që na jep mundësinë të jemi të lumtur dhe të kemi mirëqenie. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi është e aftë të zgjojë gjumin edhe për ata që vuajnë nga pagjumësia kronike. Në ndihmë gjithashtu mund t'ju vijë edhe çaji mentes. Çaji mentes do të lehtësojë edhe dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar kështu muskujt, mendja gjithashtu do të zvogëlojë edhe prezantimin e rëndësishëm që u mban nën stres. Ky çaj është një opsion i shkëlqyer për ata persona të cilët kanë probleme me pagjumësinë. Lëngu i qershive gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Lëngu i qershive, si qumshti, përmban tripofan. Prandaj, ai mund të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë, duke siguruar kështu më shumë orë pushimi gjatë natës. Qumshti i kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban nivele të larta të magnezit dhe kaliumit, dy minerale të cilat janë të afta të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjithashtu një gjumë më të mirë. Përveç kësaj do të zvogëlojnë edhe problemet e entjeve të veshkave. Falë sasive të mëdha të elektroliteve natyrore të cilat ato i përmbajnë me shumicë, ndihmojnë trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet si duhet. Në dietën tuaj për një gjumë të thellë dhe komod mund të shtoni edhe qumshtin e bajameve ose edhe smoothie me bajame. Bananet gjithashtu në kombinim me këtë përbërje mund të jenë një ndihmë shumë e mirë. Nëse nuk e preferoni smoothien e bajameve, mund të përdorni edhe bananet. Bananet përmbajnë nivele të larta të tripofanit, përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, kaliumi dhe magnezi. Fruti ka efekte qetësuese dhe funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon gjithashtu edhe stresin tuaj fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe karbohidrateve do ta mbushë stomakun dhe do të çojë në një ndjenjë më të mirë të ngopjes dhe dëshirë më të mirë për të fjetur gjatë gjithë natës. Çaji i jeshil është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm.
Është i pasur me antioksidant dhe pijeni atë për të marrë edhe përfitimet e duhura të tyre. Sidoqoftë bëhet fjala për gjumin, se si çaji i jeshil me dekafeinë është alternativa më e mirë. Ai përmend gjithashtu edhe nivele shumë të larta të elementëve të tiaminës, të cilat promovojnë relaksimin dhe lehtësimin e stresit fizik, duke ju ndihmuar të keni një gjumë më të qetë dhe më të mirë gjatë natës. Qumshti i bajameve mund të jetë një mundësi e shtuar për dietën tuaj. Bajamet kanë gjithçka që i duhet trupit për një gjumë të thellë dhe gjithashtu edhe komod. E pasur me magnez, qumshti i bajameve ka provuar të jetë shumë efektiv kur bëhet fjala për promovimin e cilësisë së gjumit, për shkak të aktivitetit të tyre të mineraleve. Si qumshti i lopës, qumshti i bajameve ka tripofan dhe falë kësaj trupi mund të prodhojë nivele shumë të mira të melatoninës. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe kjo është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren të marrin shtesa të melatoninës për të fjetur si duhet. Çaji i kamomilit ka efekte zhvutëse për trupin dhe për organizmin. Zakonisht rekomandohet kundër dhimbjeve të forta të stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretje dhe të lehtësojë gjithashtu edhe tensionet e brendshme. Sidoqoftë, kamomili është provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë për shembull pagjumësia dhe problemet të ankthit. Në dietën tuaj për një gjumë më të mirë mund të shtoni edhe çajin e rrënjës së valerianës. Rekomandohet shumë për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë, duke pasur parasysh edhe sasinë e antioksidantëve dhe acidit valerianik që ajo përmban, duke kthyer atë në një prej produkteve më të mira ushqyese në dietën tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia, përveç dietës të rregulloni gjithashtu edhe stresin gjatë ditës, të flisni me mjekun tuaj për problemet e mundshme shëndetësore që mund të keni dhe të përzgjidhni edhe balancimin e duhur midis jetës dhe aktiviteteve tuaja sociale dhe punës. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë. Dhe një gjumë i mirë gjatë natës është të aq i rëndësishëm sa edhe ushqimet që i konsumoni gjatë ditës. Fatkeqësisht, shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit dhe pagjumësinë, në mënyrë që trupi të pushojë dhe të mbush baterinë e tij për ditën e nesërme. I nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të pandërprera. Ajo që pini para gjumit mund të ketë ndikime nëse doni të keni një gjendje të mirë dhe rekomandohet që të përzgjidhni disa pije që ju ndihmojnë për një gjumë më cilësor. Sipas ekspertëve, në dietën tuaj mund të shtoni edhe ujin gjatë ditës. Pirja e disponueshme për të gjithë është padyshim edhe uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe nuk përmban gjithashtu nivele shumë të larta të kalorive. Rekomandohet të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos zgjoheni gjatë natës për të shkuar në tualet. Edhe çajrat bimor janë të rekomanduara shumë në rastin tuaj. Çajrat bimor para gjumit mund të kenë efekte të mira qetësuese për trupin. Veçanërisht rekomandohet çaji i mirë i borzilokut, që ka efekte qetësuese kundër stresit dhe gjithashtu kortizolit. Ndaj përfshirja e duhur e tyre në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Qumshti i ngrohtë në mbrëmje është një nga opsionet që shumë njerëz e preferojnë për të mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Qumshti i ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht shumë efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Për të ulur gjithashtu shijen e laktozës mund të përzjeni një lugë çaji me mjalt, karafil, kanellë ose shafran indie, i cili ka efekte të mira anti-inflamatore. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer kundër këtyre komplikacioneve. Lëngu i qershive mund të jetë gjithashtu shumë i mirë në rastin tuaj. Lëngu i qershive pa sheqer ndihmon njerëzit që vuajnë nga pagjumësia kronike. Një studim i kryer në 50 vjeçarë tregoi se ata që pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin të flinin 84 minuta më shumë se ata që nuk e konsumonin. Qershit janë shumë të pasura me përmbajtje që lidhen me gjumin e shëndetshëm, ndaj përfshirja e tyre mund të jetë një mburojë shumë e mirë ushqyese për rastin tuaj. Është e rëndësishme që nëse vuani nga pagjumësia përveç dietës të bëni edhe konsultat e duhura me mjekun për të evituar kështu edhe komplikacionet që ndikojnë tek krijimi i pagjumësisë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesin të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.